Prindrit e pikëlluar fshehin kamerën në Vareza për zbuluar vizitorin e tyre të padëshiruar. Humbja e një fëmije është maktimi i keq i çdo prindi dhe nëse dikush e di këtë, janë Jacob dhe Tashana Armstrong. Sikur humbja të mos ishte mjaft e keqe, dikush dukej se po i talte. Vetëm sa ata nuk e kuptuan derisa çifti vizitoi varin e djalit të tyre në Vareza. Jacob dhe Tashana imagjinuan se do të shihnin fëmijën e tyre të rritej në njeriun e pabesueshëm që ai ishte i destinuar të bëjë. Por kjo nuk ndodhi. Gjatë procesit të lindjes, vogëlushi humbi jetën, por ky ishte vetëm fillimi i zemërimit të prindërve të tij. Jeta është e bukur, por ndonjëherë mund të jetë vërtet e vështirë. Gjërat e këqija ndodhin dhe kjo është diçka që Armstrongs sapo e kishin mësuar. Përballja me humbjen e fëmijës së tyre ishte padëshirueshme në fillim, por ata ende kishin njëri tjetrin për të kaluar një nga gjërat më të këqija që duhet të bënin, të varrosnin djalin e tyre. Edhe pse humbja e një fëmije gjatë lindjes është e rrallë, komplikimet mund të ndodhin pa paralajmërim. Fatkeqësisht për Armstrongs, kjo u ndodhi atyre. Humbja e dikujt është gjithmonë e vështirë dhe humbja e një fëmije është edhe më e vështirë. Armstrongs nuk e besuan kurrë se kjo ishte një përvojë që do të duhej të kalonin. Duke pasur tashmë dy fëmijë të bukur dhe të shëndetshëm, ata së shpejti do zbulonin se kjo humbje do t'i afronte më shumë bashkë. Dashuria dhe bujaria e familjes dhe miqve të tyre i pengoi ata të zhyten në dëshpërim, por atyre u mungonte shumë djali i tyre i vogël. Edhe në pikëllimin e tyre, humbja e afroi edhe më shumë çiftin, veçanërisht kur ata i bën një vizitë djalit të tyre në Vareza. Por një ditë, ata kuptuan se diçka nuk shkonte. Kur familja vendosi për herë të parë të vizitonte Varezat, ku kishin prehur djalin, Jacob dhe Tashana përgatitën fëmijët e tyre të tjerë për atë që padyshim do të ishte një përvojë shumë e zymtë. Por familja nuk e priste që kjo vizitë të ndryshonte edhe mënyrën se si ata mendonin për qytetin e tyre. Meket nuk do të mund të luante kurrë me lodra si një fëmijë i zakonshëm, por prindërit e tij frekuentuan Varezat dhe lanë flamuj të adhurueshëm, rrota dhe lodra në varin e tij. Ata menduan se shpirti i djalit të tyre do t'i vlerësonte gjërat, por nuk kaloi shumë kohë dhe ata kuptuan se djali i tyre nuk ishte vetëm gjë që mungonte në jetën e tyre. Diçka tjetër ishte e zhdukur pa lënë gjurmë. Pa dijenin e familjes Armstrong, diçka po ndodhte shpesh në Vareza ku ata kishin prehur fëmijën e tyre. Sa herë që linin lodra, xhingla ose letra në varin e djalit të tyre, ato zhdukeshin në vizitën e radhës. Sigurisht që duhet të ketë një shpjegim të arsyeshëm për këtë dukuri. Prindrit me zemër të thyer e kuptuan se dikush po merrte sendet që linin pas. Grabitja e vareve nuk është një krim tipik në qytetet e vogla, e kjo sigurisht nuk ishte shkalla në të cilën kjo mund të ishte kriminale. Por të marrësh lodrat e fëmijëve nga prindrit e pikëlluar është mizore dhe shkatëruese për çdo. A ishin të sakta dyshimet e Armstrongs? Ai vendosi se mënyra më e mirë për të kapur fajtorin në flagrancë do të ishte vendosja e një kamere të fshehtë. Pra, kjo është pikërisht ajo që ai bëri. Kamera ishte vetëm disa metra larg, por kjo është e gjithçka që i duhej për të mësuar identitetin e grabitësve të vareve. Kamera që zgjodhi Armstrong do të përzije me pemët pas varit të djalit të tij, dhe nuk do të lëshonte asnjë dritë apo zë gjatë regjistrimit. Armstrong ishte i gatshëm të bënte çdo gjë të mundshme për të siguruar që djali i tij të mund pushonte më në fund në paqe. Pasi kamera u vendos pas pemëve, ajo ishte praktikisht e pazbulueshme. Dhe për shkak se kamera mund të kontrollohej nga distanca, Armstrong nuk kishte pse të shqetësohej për të qenë në Vareza me hajdutët për të regjistruar veprat e tyre të liga. Fatmirësisht, kamera bëri punën e saj dhe vërtetoi se nuk ishte një kafshë kurioze apo fenomen misterioz natyror që lëvizte sendet e tyre, por një njeri që duke se po i merrte me qëllim sendet. Por a do të mjaftonin këto pamje për të kapur fajtorin e tyre? Jo vetëm që kamera e tyre kapi një burr që vithte nga vari i djalit të tyre, por Armstrong kapën gjithashtu hajdutin e tyre duke vjedhur edhe nga varet aty pranë, duke dëshmuar se ky nuk ishte një krijim i synuar. Pjesa më e çuditshme ishte se burri dukej shumë i pavëmendshëm për atë që po bënte. Babai i pikëlluar kishte arritur të kapte dy personazhe me hije që rinin mbi var në kamerën që kishte fshehur në shkure. Megjithatë, pamjet nuk ishin mjaftueshëm të qarta për të zbuluar autorët. Kështu, ai u kthye në Vareza dhe rregulloi pozicionin e kamerës për të parë më mirë. Por ato të funksiononte për herë të dytë. Tashmë u desh një taks familjes Armstrong, të pikëlluar nga humbja e djalit të tyre pas stresin e shtuar të përballjes me vjedhjen. Ndonjëherë, duke sikur ata thjesht nuk mund të kapnin një pushim dhe se afati i tyre ishte mbaruar.
Megjithatë, njerëzit përreth tyre donin që ata të dinin se nuk ishte kështu. Fatmirësisht, varrezat ku Armstrong vizituan e ndihmoi çiftin në kërkimin e ajdutit që po merrte gjërat e tyre. Ata e lejuan çiftin të shikonin pamjet e kamerave të sigurisë dhe madje të lidheshin me familje të tjera që frekuentonin varrezat. Por edhe me këtë avantazh, kërkimi nuk ishte shumë i lehtë. Pasi ndryshuan pozicionin e kamerës dhe lanë më shumë lodra si karem, Armstrong u kthye në shtëpi për të monitoruar pamjet. A do të ktheheshin ajdutët në vendin e krimit, apo videoja e parë ishte thjesht një rastësi? Konfigurimi i ri funksionoi, por pala fajtore nuk ishte ajo që kishin pritur Armstrongs. Pamjet zbuluan një burr të moshuar duke marrë një rrotë nga vari dhe më pas duke u larguar. Çifti duhet të vepronte shpejt, por nuk ja dolën dot të vetëm. Pas shikimit të videos, çifti filloi punën për të identifikuar njeriu që kishte vizituar varin e djalit të tyre. Ata ju drejtuan një ekipi lokal lajmesh për ndihmë. Ekipi lajmeve e lidhi çiftin me departamentin e policisë vendore. Armstrong si quan pamjet në departamentin e policisë North Ain, Oklahoma, ku ja dorëzuan zëvendës shefit James Loxton. Më pas policia e gjeti dhe e solli para drejtësisë. Një kamera e trupit të policisë kapi arrestimin e Boyer. Ai u akuzua për vjedhjetimet. Megjithatë, Armstrong ishin të habitur që dikush do të bënte një gjë kaq të ftoftë dhe të pashpirt në varin e një foshnjeje. Më vjen keq që e bëra këtë, tha Boyer. Unë nuk jam një person i keq. Por rezulton se ai nuk ishte i vetmi përgjegjës për krimin e rënd. Në pamjet fillestare të paqarta ishte një person tjetër, i cili nuk qëndroi i fshehur për shumë kohë. Një grua, atëherë 58 vjeçare, e quajtur Joe Faye Witt, ishte kapur gjithashtu në kamera duke vjedhur nga varrezat e McCade së bashku me Boyer. Kështu, policët shkuan në vendin e tyre të punës për të konfirmuar se ai ishte fajtori që po kërkonin. Kur mbritën, ajo nuk u duk as pak e befasuar. Joe Faye Witt ishte i njohur në qytet vetëm për sjelljet e saj kriminale. Disa vite më parë, ai ishte arrestuar për prostitucion dhe mashtrim me pulla ushqimore. Sipas deklaratës, ajo dhe Boyer ishin duke vozitur kur ai vendosi të shkonte në varreza. Ata kanë zbritur nga automjeti i tyre dhe kanë ecur përreth. Ajo pretendoi se Boyer komentoi një artikull dhe më pas e mori atë, por ajo supozoi se ishte krejtësisht në rregull ta bënte këtë. Familjes vajtuese i duke e qartë se vjedhja e sendeve të njerëzve të tjerë ishte një krim, por nuk ishte aq e dukshme për kriminalët që vodhën prej tyre. Ata menduan se Witt duhet të ketë qenë jo mirë mendërish për të thënë diçka të tillë, derisa dëgjuan se çfarë kishte për të thënë më pas. Witt pohoi se ajo dhe Boyer kishin lexuar një artikull nga varreza Memorial Park, duke kërkuar njerëzve të hiqnin sendet nga varrezat në mënyrë që të mund të kositnin lëndinën. Sipas deklaratës, ata menduan se ishin në rregull të shkonin dhe të hiqnin sendet nga varet, por Witt ishte destinuar të shkonte në burg gjithsesi. Vetëm për shkak se ajo nuk ishte në dieni të ligjit, nuk do të thotë se ajo nuk do të arrestohej për të. Witt u akuzua për një akuzë kundravajtëse për vjedhje të vogla dhe një akuzë për fshehje me vedije të pasurisë së vjedhur. Këto akuza erdhën me një dënim prej 6 muajsh burg dhe një gjop të madhe. Kur u kontaktua nga ekipet lokale të lajmeve, Boyer gjithashtu nuk e kuptoi se kishte bërë ndonjë gjë të gabuar. Megjithatë, më vonë ai kërkoi falje familjes dhe i tha audiencës së lajmeve se ai nuk mendonte se veprimet e tij e bën atë një person të ligë. Edhe pse autorët nuk ishin të vetëdijshëm për ligjet që po shkelnin, kamera e fshehtë nuk gënjeu për keqbërjen e tyre. Nëse nuk do të ishte për planin e mirëmenduar të Jacob Armstrong, policia mund të mos i kishte kapur kur këta kriminal. Por mësuan Boyer dhe Witt nga gabimet e tyre. Pasi fajtorët u kapën nga policia, Armstrong s'u ndjen të qetë. Ata e kuptuan se njerëzit me pak fat në qytetin e tyre ishin dëshpëruar, gjë që i bëri ata të vidhnin gjërat e njerëzve të tjerë, por ishin të lumtur që varrezat ishin të sigurta nga prania e tyre edhe një herë. Veprimet e Boyer dhe Witt treguan një mungesë konsiderate për ndjenjat e Armstrongs, dhe megjithse Boyer nuk e ndjeu se veprimet e tij i bën atë të ligë, ai sigurisht nuk ndaloi së menduarit se si ata mund të kishin lënduar dikë tjetër. Shpresojmë ai dhe grupi i tij nuk do të prekin më kurrë një vendvarimi. I bëri të lumtur të gjithë ata që ishin përfshirë, por gëzimi i tyre ishte i idhur. Familja Armstrong janë të lumtur që djali i tyre mund të pushojë i qetë në vendin e fundit të prejes, megjithatë ata dëshirojnë që ai të ishte ende me familjen e tij të dashur.